Do befasoheni kur të mësoni çfarë ndodh nëse pini uthull molle çdo ditë. Një studim i vitit 2018 ka treguar se uthulla e mollës ka veti dobësuese. Nëse pini 15 deri në 30 ml uthull molle çdo ditë, ju do të vëreni ndryshimin. Ndërkohë, niveli i glukozës dhe insulinës në gjak ulet kur ju pini uthull molle. Kjo është vërtetuar nga një studim i kohëve të fundit në Suedi dhe ky është një lajm i mirë për diabetikët. Ul kolesterolin. Një studim zbuloi se uthulla e mollës ul nivelin e kolesterolit. Pastron fytyrën tuaj nga aknet. Uthulla vret mikrobe të cilat shkaktojnë akne në fytyrë. Në uthull, ulëmtuesit kanë gjetur një acid acetik që frenon mbi prodhimin e baktereve, prandaj nuk ju mbetet gjë tjetër veç se ta përdorni, por sigurisht duke ruajtur masën dhe duke mos e tepruar me të.